Partia Demokratike e Kosovës është e bashkuar, është unike, edhe në të kaluarën kom pas deklaruar që ndërnas në mënyrë masive votojnë për Partinë Demokratike të Kosovës. Ka pas të tillë që s'janë pajtu, po gjithmonë Partinë Demokratike të Kosovës ndërnas, kur kanë qenë zgjedhjet lokale, ka pas garë dhe mrena për mrena, tham, iniciativave, kandidatëve të ndryshëm në kuadër të Drenasit, ndërsa kur janë zgjedhjet qendrore, Partia Demokratike është unike, do të jetë e bashkuar, këto jam i sigurt, dhe sigurisht se do ta maksimalizojmë votën për Partinë Demokratike në Drenas, që është një prej bastioneve të Partisë Demokratike të Kosovës, edhe një prej komunave ku Partia Demokratike e Kosovës fiton numër të madh të votave. Domethënë, normalisht që gjitha këto tema diskutohen edhe në kryqësi, unë e kam bërë publike që më taku edhe me zotin Ladrovci. Zoti Ladrovci është kryetari i komunës Drenasit, edhe ai vetë deklaron se unë jam PDK. Prandaj do të thotë pjesa dërmuese e të qytetarëve të Drenasit janë PDK. Tema e dytë, unë i përmenda vetëm disa mënyrë kogja telegrafike dhe shkurt për prioriteteve që do të reflektohen në programin e Partisë Demokratike të Kosovës, po Partia Demokratike e Kosovës do të garoj me një program të matshëm, i cili reflekton nevojat edhe prioritetet e qytetarëve të Kosovës, edhe i cili me një ekip të mirë do të jetë program i zbatueshëm. Dialogu nuk është temë e lehtë, nuk është temë që asnjëra prej qeverive me dëshirë është merr me dialogun, po është temë pa alternativë. Prandaj sigurisht se dialogu do të vazhdoj, por na insistojmë që ky proces të jetë gjithëpërfshirës edhe të përfundon me marrëveshje përfundimtare që nënkupton edhe njohjen reciproke. Ky do të jetë insistimi jon. Sa i përket vijave të kuqe, do të thotë për neve është më e preferueshme, më afër programeve tona politike, bindjeve tona politike, konceptuale, që t'jemi bashkë me partitë që kemi qenë të kaluarën herë në pushtet e herë në opozitë. Domethënë, jemi më të afërt në aspektin programor, konceptual, me partitë që kemi qenë në periudha ndryshme kohore, edhe në qeveri, po kemi qenë mandatin e kaluar në opozitë. Do të thotë, po kjo puna vijave të kuqe mendoj që është mirë që mos me u vendos, sepse është tregu e damshme për vendin. E kuptoj interesin e partive politike, po gjithë na do të jemi të sigurt në ato që interesi i vendit, interesi i shtetit, është përmbi partitë politike. Prandaj kur është interesi i shtetit, mendoj që ai është prioriteti kryesor. Unë e thash edhe më herët që edhe gjuhën cilën e përdorëm fushat, mendoj që do të jemi kujdesshëm. Mos me ndiku që ky polarizim i shoqërisë me vazhdu edhe me urrit. Te çështja e Drenasit, Ramiz Ladrovcin kërkush nuk e ka përjashtu prej PDK-s. Unë nuk pa vendim që thot zoti Ladrovci nuk është PDK. Nuk ka një diçka tillë mrena PDK-s, prandaj jam i bindur që ne bashkë gjithë do të vazhdojmë edhe të garojmë edhe të maksimalizojmë votën për Partinë Demokratike të Kosovës.